Ndonjëherë Zoti na sfidon duke na vënë në sprova të vështira, si për të na treguar që ne nuk jemi vetëm, po kush është ëngjëlli i saj mbrojtës, do të na e tregoj Mirsada. Mirë se vjen. Si je? Urdhëron. Ja ku jemi. Ti vjen nga? Unë jam Mirsada, jetoj në Durrës. Në familjen time jemi 4 fëmijë, unë jam më e vogla. Ajo përkëllelura e familjes. Si u njohem me bashkëshortin? Kjo është një histori paksa e veçantë, po. Se? Nuk do ta themi. Jo, ashtu. Nuk do ta themi. Po u martove ama. U martova, po. Okay. Edhe si çdo çift i ri që kur martohet, ka dëshirë të bëhet prindër. Aha. Edhe ne kishim atë dëshirë. Erdhi lajmi që ne me zore prisnim që isha 7 zën, por fatkeqësisht nuk ishte ashtu siç donim ne. E humba atë fëmijë. Mbas atij abort kam humbur dhe 2 të tjerë. Kam pasur dhe 2 aborte të tjera. Pastaj, mbas 5 vitesh martesë, erdhi ajo që më zi e prisnim, erdhi djali në jetë, që sot është 9 vjeç. Si e ka emrin? Helios. Helios. Po, Është i vetmi fëmijë që ke? i vetmi fëmijë që ka. Provuat më vonë përsëri? Provuam përsëri, kur ishte djali 5 vjeç, provuam përsëri e njëjta gjë. E abortova atë. Çfarë ndodhte me ty? Nuk e di. As mjekët nuk është se më kanë dhënë një përgjigje tamam që vjen nga kjo gjë. Pastaj edhe bashkëshorti im pat një aksident në punë, preu gishtat, edhe ai, mbas lindjes së djalit. Pastaj menduam që ram në qetësi, menduam që Përfunduan të këqijat. e vërtet përfunduan të këqijat, por jo, nuk ishte ashtu. Në qershor të vitit 2023, unë në të vërtet kisha 2 vjet para se ta merrja vesh, që unë shikoja që nuk shkonte diçka në trupin tim. Kisha lodhje, këputje, flokët më shkurtoheshin, më binin, vetë, kokra kisha në gjoks. Por unë mendova nga që Nuk bëje vizitë? asnjëherë. Po pse në momentin që ti shikoj që kishe kokra në gjoks, si nuk shkove ti vizitosh? Nuk shkova, se mendova që unë me gjitha ato gjëra që kalova, me gjitha ato sfida që kalova, kjo mu duk si e tepërt. Sa vjeç ishe? 33. Cili ishte momenti që ndoqe veten? Një ditë, pastaj thjesht i thash bashkëshortit që do iki tek lagja, tek mjeku i lagjës, marr një rekomandim që të bëj një mamografi. Shkova, thjesht për të marrë rekomandimin. Edhe ai më thotë që nuk të jap dot rekomandim, nuk lejohet, se nuk e ke bërë moshën që duhet mbi 40 vjeç për të bërë rekomandimin, për të bërë mamografin. Se kështu është? Kështu është. Pastaj më tha, mund të vizitoj unë? Me vizitoj ai, e pa. Ti tha, nuk ke gjë, tha, por për merak shko urgjent tani të bësh një eko. Nuk ke gjë, po shko urgjent. Këto 2 fjalë nuk më rinë bashkë. Thjesht donte që ta zbuste i çikate, sa i besoj që e pa, e kuptoj se ç'a ishte. A kuptoj që kish diçka? E kuptoj shumë mirë që kishte, por në të vërtetë ai më bëri mirë që më tha ashtu, se unë po të më kishte thënë që nuk ke gjë, unë prapë kisha lënë. Dhe të vajte bëre ekon, po? Vajta në një klinikë private, bëra një eko. Edhe mjekja më tha direkt që ti ke tumor. Pash një reagim tëndin që sa po të erdhi në mend ky moment, sikur pate një dhimbje. Ky moment nuk më hiqet nga mendja.
për momentin e përjetova shumë keq, isha bashkë me bashkëshortin tim. Se gjëja parë që mu me vajti në mendje ishte që po djali, kush do ma rrisi djalin mua, se unë mendova fundin. Pastaj ndoqa vizitat e tjera, siç më rekomandoi doktoresha, vajta bëra biopsin, biopsia më doli që është tumor në fazën e dytë, fund fazës dytë, Ishte i keq. e keq ishte, Duhet ta operoje? po, por duhet bëja para kemioterapit. Aty ndolli transformimi im fizik. Normal se kush i ka bërë e di, kur bën kemioterapin, bien flokët, bien vetulla, qërpik, Sa vjeç ishte i vogli? 7 vjeç, Kuptonte. kuptonte. Të pyeste? Më pyeste, më thoshte, ne ja shpjegonim që është diçka normale. Kur erdhi momenti që të mbinin flokët, nuk i lasht më binin, mora djalin, edhe vajta në parukeri që t'i hiqja flokët vetë. E mora djalin që mos më shikonte djali direkt me flokë të rëna. Edhe Ke presi një gjë të zakonshme. Fiks. I thash, është një gjë normale që do e bëj, mami, i thjesht kaq. Po ti vetë si e përjetove? Në fillim, sa po e mora vesh, e përjetova shumë keq. Por mendimin e bashkëshortit tim që më kanë qëndruar shumë pranë gjithë këto vite, me gjitha sfidat që më ka sjell jeta, ai më ka qëndruar shumë pranë. Nuk e di, unë faleminderit. Kujt ja the fillimisht këtë shqetësim? Fillimisht ja kam thënë motrës time, nuk po e besonte, pastaj mblodhi vetëm tha ti ke kaluar shumë sfida dhe këtë do e kalosh, se ti je fort. Pastaj kam thënë kunatës time, nusës vllait tim që është në Itali, mamit të Anitës, që e kam ftuar. Edhe ajo gjën më të parë që mua më tha, hajde këtu. Nusja e vllajt. Nusja e vllajt Si e ka tim. emrin? Arta. Arta. Më tha hajde në Itali, të shikoj njerëz se si do thonë, ç'a do thonë këtu. Por kemioterapinë e bëra në Shqipëri, në Tiranë, të onkologjiku, një doktoresh shumë e mirë, një doktoresh të shkëlqyer, Si ka emri që? Sabo Ademi. Sabo, ne përshëndesim. Faleminderit. Ajo, jo vetëm doktoresh profesionali shumë e mirë, por edhe shumë njeri me zemër të mirë. Se kemi nevojë, sidomos ai spital me ato pacient kanë nevojë për shumë përkraje. Pa diskutim. Për shumë dashuri. Vajte në Itali? Vajta. Edhe më thanë, atje është shumë e vështirë të hysh pa letra, pa dokumentat. Se ne jemi thjesht si turist, unë jetoja në Shqipëri. Vllai gjeti një mikun e tij, me një mikun e tij unë hyra në spital. Atë më thanë, nëse do të rish bësh kemioterapin këtu, mund të rish, por është i njëjti protokoll, është i njëjti ilaç, është i njëjta gjë si në Shqipëri si këtu. E me vërtet, ashtu ishte, se mu kemioterapia në Tiranë më ka ecur shumë mirë. Të vendosën të njëjtën diagnozë? Të njëjtën. Të njëjtën. Të njëjtën si në Shqipëri, si në Itali. Ti kishe në njërën anë? Në të dyja. Bëre operacion? E bëra, vajta në Itali, të vllai. Datën 10 janar jam operuar. Një operacion që ka zgjatur 10 orë. Ka në një simbolik data 10 janar? Data 9 janar ka, që jam shtruar unë në spital. Në 9 jam shtruar, është ditëlindja e mbesës time. E Anitës? E Anitës. Që ke ftuar sot? Po. Po pse është e shtrenjtë Anita për ty? Unë sikur jam rritur me Anitën, unë kam një diferencë të vogël me Anitën. Kemi 12 vjet diferencë. Unë më shumë kam me vllajin tim, me babin e Anitës, se që kam me Anitën. Çfarë ka bërë për ty? Shumë. Që do Gjithçka. të thotë? Anita spitalet I ka fobi. I kishte fobi. Edhe
Kur gjëja e parë, kur mora vesh unë që kam këtë smundje, dija që do kisha një rrugë të gjatë, ishte problem djali. Kush do më kujdeset për djalin? Djali si ishte mësuar të rri Një moment pa ty. absolut fare. Unë isha 24 orë vetëm me djalin. Ky ishte problemi më i madh imi. Për djalin kujdesesha Anita, motra Anitës, vllai Anitës. Ti dje italisht? Jo. Kush të qëndronte, kush të përkthente? Kunata ime, nusja vllajt, edhe mbesat, Anita, Arsela. To ishin gjatë gjithë kohës me mua. Kunata ime linte punën, që vinte mbas meje. Të gjithë me siguri bëjnë pyetjen si shkoj operacioni dhe si je tani. Shkoj shumë mirë. Tani jam mirë, po e marrë veten. Nuk është se ka kaluar shumë kohë. Sa kohë ka kaluar? Në janar kam bërë 1 vit që jam operuar, por po e marrë veten. Po Anitën përse ke ftuar? Ta falenderoj që më ka qëndruar pranë, që më ka ndihmuar me djalin. E thashtë më përpara, Anita I kishte fobi spitalet, edhe kur vinte në spital me mua, unë mendoj se do mi binte të fiket, sa asaj me vërtet i ka shumë fobi. Ka dalë kundër frikës për mua. Ku jeton Anita sot? Jeton në Itali, por do martohet këtë verë, në gusht. Vërtet? Po. Edhe do shkoj të jetoj në Gjermani. Ka një burr të shkëlqyer, shumë të mirë. Gjerman apo shqiptar? Shqiptar. Por, sikur do të largohet edhe pak më shumë. E vërtet, shumë e vërtet. Sikur do më largohet tani, se tani kur shkoj për vizita, se shkoj çdo 3 muaj, 6 muaj për vizita, Anita është ajo që më pret në aeroport, më çon te spitali, më çon prapë te aeroporti që vi shtëpi. Edhe është gjithmonë ajo që kujdeset për çdo gjë. Për dokumenta që më duhen, për ilaçet mi merr, mi dërgon. Është nuk e di ta shpjegoj se si. Dhe sa vjeç ishte kur të ndodhi ty kjo histori? 20 vjeçë. Vetëm 20 vjeç. Vetëm 20 vjeçë. Pra ti dëshiron që ajo të vi këtu? Po. Që ne ti kemi çuar mesazhin dhe ti e do këtu? Po. Ashtu është. Po ka ardhur? Nuk e di. Ajo të ka thënë ty që më kanë ftuar në emision? Jo. Fare, s'të ka thënë asgjë. Jo. Kemi komunikuar edhe parmbrëmit, kam folur, por për këtë pjesë. Ku jeton në Itali? Në Molfeto, në Bari, provincë e Bari. Pra keni komunikuar parmbrëm kur ajo ka qenë në Bari. Po. Po mesazheria jon e ka çuar në Bari mesazhin, pa ta shohim pak. Jemi gati për t'i përcjellë mesazhin Anitës, një vajzë shumë simpatike, e cila mbrëm ka mbërritur në Tiranë pasi jeton në Itali. Aktualisht është duke pirë kafe në mëngjesi me të afërmet e saj. Ndaj dhe po shkoj ta takoj. Përshëndetje, vajza si jeni, si po kaloni, mund të ulem një moment këtu me ju? Faleminderit. Unë jam posaçërisht për Anitën, besoj jeni ju. Gëzohem. Unë jam Ertugela, vi nga Gjela Shqiptare në televizionin Klan nga rubrika Ka një mesazh për ty. Jam këtu për të thënë që në telefonin tuaj sapo erdhi një mesazh. Mund ta lexojmë bashkë, lutem? E dashur Anita, të dielën njoftojmë në programin e Diela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Shumë faleminderit për ftesën. Do mundohem të vi. Sa vajzë e bukur? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Sa kohë ke që i ke shkruar redaksi son? I shkruajta njëra, ishte fshirë mesazhi,
I shkruajta përsëri për dytën herë, pastaj më kontaktuan gazetaret. Po sa kohë ka që na ke shkruar? 1 muaj, më të ketë. Qartë. Se që kur kena shkruar herën e parë, ne kemi gjurmuar Anitën. Thjesht për të ditur lëvizjet e saj, sepse shpeshherë punët e tyre e bëjnë të pamundur ardhjen këtu. Vërtet. Kështu që koordinuam ardhjen e saj në Tiranë për të realizuar edhe këtë dëshirë të nden. Kështu që nuk më betet gjë tjetër veç se të pyesër Tugelën. E kemi Anitën sot në studio? Sigurisht që e kemi dhe jemi presi me shumë dashuri. Benvenuta! Si e? Mirë, si e ju, mirë si o gjeta. Urdhëro. Ti ke emrin Anita? Anita, Ku ke lindur? në Itali. Sa mirë që e flet Shqipen? Me prind shqiptar, ne flasim Shqipin në shtëpi, se harrojmë kur. Flisni vetëm Shqip në Shqip, Sa mirë. Sa fëmijë jeni? 3. 3 fëmijë. 2 vajza, 1 djalë. Ti e më e madhja, po me... Me madhja. Më e madhja. Po morën vesh që do martohesh. Po, Po pse është penduar ky shoku yt? është pënduar, Po. se besoj. Ka bajt shumë për mu, tash në fund. Kontrishu menje. Jo, nuk ka ndryshuar mendjen, vetëm thot ta shtym edhe një vit se dua ta njoh më mirë Anitën. Okej. Sa kohë keni bashkë? 7 vite. 7. Po ky tha 5. I pas ka harru rrugës. Kush e ka ftuar son? Se di. Kush mendon? S'ka mas njeri në menje. Askën? E shikon ndonjëherë këtë program? Po, më del shpesh në TikTok. Aha. Në YouTube nuk e shikon? Ja. Mos e vrit mendjen. Ne këtu themi të vërtetat, nuk na mbetet atri fare dhe sikur mos na shohësh fare, mos e vrit mendjen. Ty të njo. Okej. Kjo është një gjë e mirë, lindur rritur në Itali. Më vjen mirë që prindrit pas kanë ruajtur traditën. Ta shohim? Okej, Je gati? gati. Ja ta shohim së bashku. E di, thonë që e qeshura është ngjitse, ama e qara është kaq ngjitse sa nuk e ke iden. Kështu që jam i sigurt që dhe telespektatorët tani kanë filluar të lotojnë. Da. Da. Po pse i thret da? A shumë ri për me i thirë halë. Sepse zakonisht i thonë motrës madhe. Për ne është, madhe. por kene është një motër e madhe. Ka një mesazh për ty, ta dëgjojmë? Po, Forca mirëse. Anita, ma ke mbajtë sekret që do vije. Të kam ftuar këtu, tek Arditi, që të falenderoj për gjithë shka ke bë, ti dhe familja jote për mua. Nuk e di, nuk kam fjalë që shpreh mirënjohjen që keni bë për mua. Edhe pse ndonjëherë nuk është, ti e din që s'jam shumë tip që i shpreh gjanat me fjalë, nuk jam shumë e mbyllur në tip. Prandaj të kam sjell këtu. Të falenderoj për çdo gjë. ne s'kena bazë, jo, i kam mëritu gjitha. Keni bë shumë. Ti bashkë me familjen tënde. Ne kemi na pas gjithmonë në krah. Ditë mira e të vështira, gjithmonë kemi na pas mrapa. Për çdo nevojë, për çdo gjë.
Anita, data na tregoj që ti spitalet i ketë pak fobi, po? Shumë. Po pse? Sa herë kam shku me bo vizitat me të mbi 8 fikt. Vërtet? Po kur vajte me datën? Sa herë kena dalë për i spitalit, i kam thonë, sa fort ke kanë, sa fort ke kanë. Se di, Po ti vetë si e përbalove, apo ishte një motiv më i madh? për datën. Dhe ke shkuar shumë herë, kam dëgjuar. Tash më besoj të ka kaluar frika, apo jo? Paka shumë. Akoma i ke? Dada na tregoj për të gjitha përkushtimet e familjes tënde, po unë do doja të dija si e përjetuat ju momentin kur dëgjuat që dada nuk ishte mirë. Shumë keq. Në fillim se besume, kur na ka thënë dada. Atëherë, kur na nisi analizat, shkume të doktori familjes, atëherë atë na tregoj se ekziston ai tumor. Dada e ka ditë si është veçte njëra, po të doli se i ka të dyja. Atëherë, unë jem edhe më keq. Po, falë Zoti, çdo gjë ka kalua, çdo gjë ka kalu me sukses, ka kanë shumë e fort, ja ka dalë prej nesh, prej burrit saj, për djalit saj, e sot ashtë këtu ku ashtë, si Zoj. Ne kemi një problem, që duam që të na vish bashkë me burin në Shqipëri o në Gjermani, si t'ja bëjmë? Shqipëri do vim, Por do jetoni në Gjermani. po. Do shkoni të dy atje. Do t'i mungosh jo vetëm dadës, po edhe prindërve, pa diskutim dhe familjes tënde. Dada sa herë ka qef mund vinë. Pa tjetër. Dada, përqafoje shpejt Anita në shë momenti. Qëndrojmë së bashku dhe hape dhe pak vëndin. Heliosi, kësh Heliosi bukur. Heliosi nitë. Amore. E ti? Edhe ti ke ardhë. Shpirti jam. Pa tjetër. Do bëjmë dasëm në Gjermani, do shkosh? Po, Do shkosh pa tjetër. Do t'i mbash fustanin Anitës? po, Po fustani nuk majt vetëm, duhet dhe një shoqe. E ke shoqen? po, Ja. pa. E ke? Po, moj, thot. Po, moj, po ti nuk di shumë gjëra. Mirë, mbi të gjitha, të urojmë shërim të plot dhe mos pash asë një problem. Faleminderit, shumë faleminderit. Të urojmë jetë të lumtur aty të Shumë do të shkosh faleminderit. në rrugtimin Shumë tënd. faleminderit. Dhe ty të rritesh i shëndetshëm. Faleminderit. Me gjitha të mirat që ekzistojnë. Se do Faleminderit. të bëhet një futbollist shumë i famshëm. O, vërtet? Po, Prandaj ke vënë vathin si Cristiano Ronaldo? po. E kuptova. Mirë. Atëre, na shkruani 068 22 00 004, numri i telefonit i kontaktit ton dhe të gjitha adresat që jeni duke parë tani në ekran. Ne do të kemi pak publicitet, ndërkohë që do të bëjmë edhe një foto me Anitën, me Dadën dhe me Heliosin.